Shere thika para gjimnazit e Shkodër, 3 të rinj të plagosur. Kë janë institucionet. Shqipëria po zgjidhet çdo ditë me skena që i ngjajnë kronikave të vendeve pa shtet. Këtë të premte, pranë gjimnazit Shejnaze Juka në Shkodër, një grup të rinj u përfshi në një përleshje të dhunshme, ku janë përdorur thika dhe sende të forta, duke lënë të plagosur 3 adoleshent, 2 prej tyre vëllezër. Sheri nisi sapo nxënësit dolën nga shkolla dhe u përplasën me një grup tjetër që i priste jashtë. Në vend u gjet një xhup i përgjakur dhe i qarë nga goditjet me thik. Po, kjo është Shqipëria e vitit 2025 dhe institucioni që duhet i mbronte fëmijët thjesht nuk ekziston. Ku është policia e shtetit? Në Shkodër, si kudo, policia mbërin vetëm pasi të përfundoj gjithçka. Reagim zero, parandalim zero, prezencë zero. Në vend të sigurisë rreth shkollave, kemi kriminal të vegjël që sillen pa frikë se dikush do t'i ndaloj. Ku është drejtoria arsimore? Prej vitesh vetëm shpërnda udhëzime dhe statistika boshe, ndërsa oborret e shkollave janë kthyer në territore pa kontroll. Drejtuesit arsimor e kanë më të thjeshtë të bëjnë foto me ministra, se sa të garantojnë sigurinë e nxënësve. Ku janë ministria e arsimit dhe qeveria? Dhe sa herë ndodh diçka e tillë, dëgjojmë të njëjtat klishe. Po hetojmë, do marrim masa, do rrisim bashkëpunimin. Fjalë, vetëm fjalë. Ku është parlamenti? Rinë merren me teatr politik, ndërsa fëmijët sakatohen me thika para shkollave, në mes të ditës. Asnjë reformë reale për sigurinë, asnjë projekt serioz për mbrojtje sociale të rinjve. Shqipëria sot është vendi ku fëmijët shkojnë në shkollë me frikën se mos kthehen të padëmtuar. Jo se kemi krim të organizuar tek adoleshentët, por sepse kemi shtet të organizuar, të paaft, të dorëzuar. Deri kur do të presim? Deri kur të ndodh tragjedia e radhës? Deri kur fëmijët tanë të jenë thjesht statistika? Shteti është aty vetëm me kamera, konferenca dhe deklarata. Përballë shkollave tona, shteti nuk ka asnjë njeri.